Okej. Kam dalë në skenë pa pasur as pak qef me dalë në skenë. Po, mëre... E pse ke dalë, veç pse u kanë obligim se njerëz po të presin? Natyrisht, me të regu diçka. Unë kam një farë manie ta quaj, dhe ndoshta kanë edhe këngëtar tjerë, nuk e di. Por tani unë prej që bëj muzikë, gjithë ku bëj live. Po më dalë një 10 herë për vita 3 për para, se më që shkoj. Aty si idea, laka kishe po kënoj, ke qatë mikrofon, çpaku, you know like. Po nuk shto kishe po kënoj. Nejse, edhe pojenta është që edhe njerë për se miki. Kam dalë në skenë pa pasur qef? Po, fiks. Po, edhe mu sa herë që ka me kënu dikon, qoftë festival, qoftë në emision dikon, kur ka me këndu, program që ka me bu, unë a dit as nuk më hatë, as nuk më pijë. Ki stres? Edhe jam shumë tripin down e kam. Apo në dy gjanë, e kam tripin shumë down. Deri në momentin, e din djemë të bendit, deri në momentin kur dalë në skenë. Që atë moment që dalë në skenë, gjithë shka ndryshon. Njëjtë e kam edhe në metropol, kur shkoja diçka, kur him rana,